Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK ka ndërmarrë një nga operacionet më të mëdha të sekuestrimit të pasurive të viteve të fundit, duke vendosur nën sekuestro të paktën 52 prona, llogari bankare dhe asete të tjera me vlerë totale rreth 40 milion euro në kuadër të hetimeve për dosjen e Akshi. Sipas njoftimit zyrtar, nën hetim janë 6 persona, mes tyre biznesmenët Ergjys Agasi dhe Ermal Beqiri, të dyshuar për përfshirje në një skem të gjerë të manipulimit të tenderave publik dhe korrupsionit në sektorin e teknologjisë së informacionit. Vetëm biznesmenit Ergjys Agasi janë sekuestruar 29 pasuri, përfshir apartamente, vila, toka dhe sipërfaqe pyjore në Tiranë, Durrës dhe zona të tjera të vendit. Mes tyre përfshihen 7 prona në zonën e Petrejlos, përfshirë ndërtesa 1 dhe 2 katëshe, truall në Lundër, 6 apartamente dhe 7 garazhe në Tiranë, pasuri në Durrës, përfshirë truall, ndërtesë dhe apartament, një pronë në Gjilek të Vlorës, automjet luksoz Land Rover Defender 2023, llogari bankare dhe pjesëmarrje në Equos Resort, kompania EA Solution. Ndërkohë ndaj Ermal Beqirit janë sekuestruar 10 pasuri dhe disa llogari bankare, përfshirë truall dhe ndërtesa në Vlorë, Tiranë dhe Golem, biznese të ndryshme, një jaht luksoz Predator 50 Skyfall me vlerë rreth 1 milion euro, automjete të tjera, pasuri në Green Coast dhe vila në Rolling Hills. Sipas hetimeve, jahti rezulton i regjistruar në emër të një punonjëse jetë një prej kompanive të lidhura me skemën, si pjesë e dyshimeve për fshehje pasurie. Në kuadër të njëjtit hetim, janë sekuestruar edhe pasuri të ish drejtoreshës së Akshit, Mirlinda Karçanaj, përfshirë 5 pasuri të paluajtshme, një apartament dhe një automjet, si dhe disa llogari bankare. Gjithashtu, janë bllokuar shuma të konsiderueshme monetare në llogari bankare të 3 biznesmenëve të tjerë: Gëzim Hoxha, rreth 123 milion lek, Andi Papa, rreth 505 milion lek, Elision Jorgji, mbi 100 milion lek. Hetimet paraprake të SPAK përfshin një sër veprash penale, mes tyre korrupsion, shkelje të barazisë në tendera, pastrim parash, heqje të paligjshme të lirisë dhe krijimi i grupit të strukturuar kriminal. Prokuroria akuzon Agasin dhe Beqirin se kanë ngritur një skem të organizuar për manipulimin e tenderave të Akshi, përfshirë edhe përdorimin e presionit dhe dhunës ndaj personave të përfshirë në proces.